Mirëmëngjes të dashur peshor, do bëj një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është integrimi. A thua pse më del gjithmonë për peshorën? Shikoja, peshorja, ekuilibri, në mëdyshje, nuk jeni të vendosur, sa kështu, sa ashtu, apo çfarë do që të jetë të dashur që ju bën të ndiheni jo të ekuilibruar. Kjo letër është një thirrje e thellë, them për bashkimin e kundërshtive brenda teje. Si kur I thoni vetes nuk mund të jem edhe zjarr edhe ujë. Absolutisht mund të jeni të dashur. Absolutisht mund të jeni. Dhe ky ekuilibër vërtet ju duhet që të keni apo të gjeni paqen paqen e vërtet, paqen me veten e juaj. Mund të jeni të dyjat një herësh. Tani, ke një konflikt të mbrëndshëm, ta them, mes forcës së butësisë, ndjeshmërisë, ku di unë, kjo letër kujton se gjithçka ka vendin e vet brenda jush. Ajo të çliron, nuk është kontroll kur të pranoni. Do thotë që dhe uji dhe zjarri na duhet brenda nesh në situata të ndryshme t'i përdorim. Tani po e them unë në mënyrë metaforike se nuk I nxjerrim jashtë, siç e dim. Tani, bëj veprime të vogla, në kuptimin asaj që vërtet arrin në një ekuilibër. Ta them, të ndiheni të pranuar apo t'i pranoni që të dyja, çfarë do që qofshin ato. Mund të jetë zemra dhe mendja juaj, që nuk janë në koordinim me njëra tjetrën. Pra, nuk është patjetër apo nuk është e drejtë, nuk është e ekuilibruar të zgjidhni ose të bardhën ose të zezën. Si mund të bashkëjetojnë dhe bardha dhe zeza brenda jush? Do thotë dhe zemra dhe mendja të jetë njësh, të mishëruara. Pra, ju nuk jeni as dritë as hije, jeni e tëra apo I tëri. Ndriqojnë absolutisht kur janë të bashkuara. Diçka të ekuilibruar dhe mos hamendsoheni shumë, të dashur peshor.